11 shkurt ngriuni luftoni për vendin tuaj. Protesta masive e opozitës shqiptare, natyrisht dhe me reagimin e një demonstrate e hedhjes Molotov, ka marrë vend në faqet e para të medjeve të huaja. Ky është efekti më i madh. E keqja më e madhe në Shqipëri është Edi Rama. E keqja ikën me të keqja. Regjimet si të Ramës nuk ikin me votë. Gjithë ata që merren me biznes e dinë se çfarë trusnie kanë pas përpara zgjedhjeve për të siguruar dhjetën e votave prej tij. Natyrisht që Rama cilësohet me drejt nga lasivita bufoni i Soros, klyshi i Soros. Një lajm i mirë është që agjencitë legjizbatuese, hetimet thella të FBI dhe një grup prokurorësh nga Departamenti i Drejtësisë po përpilojnë një nga hetimet më të mëdha ndaj Soros si grup i strukturuar kriminal. Unë besoj se shumë shpejt do të ketë arrestime masive dhe natyrisht kur të hetohen miliardët e dollarëve të vjedhur nga USAID i Soros, do të bjerë në grack edhe Shqipëria, ata që kanë përfituar nga mbështetjet, nga vjedhjet e Sorosit, nga taksapaguesit amerikan. Sot një kriminal ka zbritur në Washington, Netanyahu, i cili akuzohet për korrupsion skajor dhe është përgjegjës për genocidin e ndodhur në Gaza. Do të jenë bisedime dypalëshe, ndërkohë që mediat amerikane kanë hapur lajmin se në datën 19 shkurt do të mblidhej bordi i paqes nga doni i madh. Janë thuhet se janë dërguar ftesa për 50 vende. Rama në qoftë se do të kishte marrë një ftesë, në këtë situatë kaq të vështirë që është, nuk do të kishte ndaluar ta publikonte siç bëri herën e parë. I vetmi që ka publikuar ftesën është Orban. Por Rama hiqet si mik i madh me Bashkimin Evropian, nuk e di, a do të jetë tek konferenca e sigurisë në Miri, delegacioni amerikan drejtohet nga Rubio. Një vit më parë, përmes Grinellit, gay konservator, u orvat merrte një foto me J.D. Vance. Nuk e lejuan. J.D. Vance dje ka qenë në Armeni, ka bërë gafën e radhës, nuk e njeh politikën e jashtme, ka postuar në X një Twitter nderim ndaj genocidit armen. Në vitin 1914-1915, armenët pretendojnë për një genocid të kryer nga Turqia, Osmanët, 600.000 deri në 1.5 milion të zhdukur përmes genocidit. Trump nuk e njeh këtë genocid. J.D. Vance ka hequr postin duke thënë që një stafier e ka bërë këtë gabim, por në fakt ai ka vënë një kuror tek memoriali i genocidit armen. J.D. Vance është kandidat për president dhe deri tani ka një epërsi shumë të madhe nga kandidatët e tjerë. Demokratët nuk kanë dot kandidat aktualisht. Një lajm i mirë për administratën Trump është se janari ka krijuar 130.000 vende të reja pune. 2 muajt e parë kanë krijuar nga 30.000 dhe 40.000. Zakonisht, ekonomia amerikane në Obama ose Bidenin kanë krijuar 200.000 vende të reja pune në muaj. Në qoftë se fillon restarti i ekonomisë, Trump do të bëhet mundur të spostohet vëmendja nga dosja Epstein dhe realisht të hyjnë 18 trilion dollar të premtuara nga vendet e huaja për të investuar këtu. Problemi është se arabët kanë filluar të marrin frena. Arabia Saudite, duke qenë se nafta është 65 dollar për fuqi, ka bllokuar dhe ka pezulluar shumë nga investimet e mëdha. A ka kjo lidhje me zbruthjen e ngjarjet kushte në Sazan? Janë larguar nga Sazani. Natyrisht që burimi ka qenë 1 miliardave të arabëve. Shqiptarët e dinë që janë miliardët e Ramës dhe Kastratit të kaluar në vendet arabe për të pastruar në Sazan. Pra dy lajme të mira, ekonomia po krijon punë dhe ngjarjet kushte duket që është zbythur nga Sazani, nga trojet shqiptare. Natyrisht që Trump
kontrollon Senatin, kontrollon Kongresin, por një grup në Kongres ka dalë kundër spikerit, i cili ka dashur të ndalojë një ligj që kërkon të heq Kongresit të drejtën për të vendosur tarifa, jo presidentit. Nga të paktët që i jep argumente, flet dhe shkruan ndaj presidentit Trump, është ambasadori Bolton. Ai ka pasur një shkrim për dhe personalisht ma ka dërguar shkrimin e tij në Atlantic Council, një nga burimet e konservatorisë amerikanë. Ai thotë se politika e jashtme e Trump është më e keqe se ndryshimi i regjimit, pavarësisht premtimit të presidentit pa luftra të reja. Kritikët argumentojnë se politika e jashtme e presidentit Trump është bërë kaotike dhe egoiste, duke minuar qasjet tradicionale të Amerikës ndaj stabilitetit ndërkombëtar. Thot Bolton, gabimet në Venezuelë minojnë opozitën. Trump, thot Bolton, bëri fushat në vitin 2024 me premtime për asnjë luftë të re dhe fundin e ndryshimeve të regjimit apo të ndërtimit kombeve. Ambasadori Bolton ka pasur këtë artikull të martën në The Atlantic. Ai thot se në vend të kësaj ai ka ndjekur një sër ndërhyrjesh që duken të paqëndrueshme dhe të improvizuara. Në Venezuelë, thot Bolton, ai largoi Madurën, por mbajti në pushtet aleatët kryesorë si ministri i brendshëm Cabello, duke lënë më një anë udhëheqësit e opozitës që mund të stabilizonin vendin. Duke autorizuar transferimin e fondeve të lidhura me naftën te zyrtarët e lidhur me strukturat ekzekutuese të pushtetit, kritikët argumentojnë se ai forcoi pikërisht regjimin që pretendon se ai e kundërshton. Një analist e përshkroi qasjen se Trump me zigër vishti sipërfaqen, duke shtuar se masat e pjesshme rrezikojnë të zgjasin paqëndrueshmërinë. Trump e ka portretizuar veten gjithashtu si presidentin detyrë i Venezuelës, duke ilustruar më tej një qasje personale dhe teatrale, thot Bolton. Plani i bordit të Gazës konsiderohet jo realist në rripin e Gazës. Trump, thot Bolton, formoi një bord paqeje për të mikqyrë planin e tij të lëkundur për lindjen e mesme, duke emëruar familjet dhe bashkëpunëtorët e ngushtë, duke përfshirë Jared Kushner dhe Steve Witkoff. Trump ka paraqitur plane ambicioze për rizhvillimin, megjithse kritikët vënë re se nuk ka një kornizë të qartë për çarmatosjen e Hamasit ose ofrimin e sigurisë. Vendet evropiane kryesisht refuzuan të merrnin pjesë, duke lënë në dyshim besueshmërinë e bordit. Trump gjithashtu kërcënoi me forcë ushtarake për të blerë Groenlandën, përpara se të ndryshonte kursin, një veprim që shqetësoi aleatët evropian dhe ngriti shqetësime në lidhje me kohezionin e NATO-s. Bolton thot, Trump përballet me kritika për politikën e jashtme mes bisedimeve me Iranin. Javën e kaluar Amerika dhe Irani rifilluan bisedimet indirekte bërthamore në Oman. Trump i quajti diskutimet shumë të mira, por paralajmëroi për pasoja shumë të rënda nëse nuk arrijej asgjë. Dhe anijet amerikane, përfshirë Abraham Lincoln, kanë nisur të jenë afër Iranit dhe komandanti i lartë e lindjes mesme, admirali i marinës Cooper, ju bashkua bisedimeve për herë të parë. Për herë të parë këtë muaj, thot Bolton, ekonomisti Schiff kritikoi retorikën gjithnjë e mëndzitëse të Trump, duke pretenduar se deklarata si drejtimi i Venezuelës ose kërcënimi i Groenlandës po përshpejtonin krizën e borxhit sovran dhe monedhës vendit. Schiff vënë duke se borxhi i Amerikës kishte tejkaluar 38 trilion dollar dhe parashikon një rënje të kontrolluar dollarit mes deficiteve në rritje
dhe kujdesit global ndaj aseteve amerikane. Senatori i pavarur socialist Bernie Sanders gjithashtu, thot Bolton, vuri në dyshim nëse politikat e jashtme të Trumpit i japin përparësi interesave amerikane, duke theksuar veprimet përfshirë shitjen e armëve Izraelit dhe Arabisë Saudite, një shpëtim financiar për Argjentinën dhe dhënien e Katarit të një objekti të forcave ajrore në Idaho. Mohim përgjegjësie. Pra, Bolton është ndër të vetmit që arrin të bëjë një analizë politikës jashtme të presidentit Trump. Në përplasjen midis J.D. Vance dhe Rubio, duket se Rubio po fiton forcë nga fakti që do të jetë ai që do të përfaqësojë Amerikën tek konferenca e sigurisë në Muni. Pra nuk do të lejohet J.D. Vance, i cili një vit më parë ishte shumë i ashpër ndaj europianëve, ndaj kulturës perëndimore në zhdukje në Europë dhe më shumë me pozita leksionëdhënëse. Europianët këtë nuk do ta pranonin kurrë. Në qoftë se realizohet bordi i paqes, por me një rikonfigurim të ri të kartës të këtij organi, do të sillte dukuri pozitive për në Gaza. Në Gaza, Izraeli vazhdon të vret. Hamasi nuk është çarmatosur. Plani surrealist i Kushnerit me ndërtimet të qije gërvishtësve ose grataçelave, si themi ne, duket surreal. Duan miliarda e miliarda dollar. Ndaj Trump ka nevojë për vendet arabe për të futur miliardat e dollarëve. Por shenjat e këqija të ekonomistë të Arabisë Saudite, që kanë frenuar projekte të mëdha, tregojnë të kundërt. Ndërkohë dosja Epstein vazhdon të mbetet si shpata e Damokleut edhe me presidentin Trump. Janë mbi 3 milion files ku janë fshehur, redaktuar shumë emra të politikës amerikane, botërore, në të shumtë janë të majtë dhe të miliarderëve amerikanë, që ka tregon dhe njëherë zvetnin, amoralitetin dhe problemin e madh kur thuhet që Epstein ka qenë agent i Mossadit me lidhje me Putinin, por dhe me shërbimet amerikane. Natyrisht që e majta kërkon ta përdor si luftë politike. Trump, nga ana tjetër, më shumë krijon probleme me Twitterat e pamenduara, shpesh pak takt në median sociale, në 2 ose në 3 natës. Ja kam thënë që nëse ristarton ekonomia, do të ishte një lajm i mirë për republikanët, edhe pse Kongresi është shumë vështirë për të mbajtur nga çdo president në detyrë, forca është që të mbahet Senati. A do të kemi qasje ndryshe ndaj Ballkanit? Ai ligj i mbrojtjes që vinte disa kushte për departamentin amerikan, kundër të tjera më vezullues ishte për ndalimin e shkëmbimit trojeve të Kosovës, duket se ka një ngërç dhe departamenti Rubios kontrollohet nga kultura e majtë korporative. Ky është fakt. Ende janë mbi 90 vende pa ambasador, ndërta dhe ne. Ulje e nivelit, pa diskutim. Nuk mund të rria pa thënë diçka dhe për vendimin e gjykatës Hagës ndaj 4 shqiptarëve, të cilët kanë kërkuar të dënojnë më shumë se 45 vite burg. Drejtësia kur flet, natyrisht që jep verdiktin e saj, por në gjenocidin e ushtruar në Serbia, shqiptarët e Kosovës janë viktima. Dhe ata që kanë shkaktuar genocid janë serbët. Që të dënosh 4 udhëheqës shqiptar, duhet të kesh dënuar të paktën 500 apo 1000 nga krahu i Serbisë. Synimi i asaj gjykate është mbasi të fajsoj kombin ton, sepse një gjykatës prokuror holandez me mentalitetin e tij nuk e kupton kurrë se ç'ndodh në Kosovë. Ashtu si nuk mund ta kuptojmë dot ne mentalitetin e çturjes morale të një vendi që quhet Holland. Ju falem.
Shqipëri. Kudo në Shqipëri.